Të premte SPAK kishte thirrur për të dëshmuar për çështjen e 21 janarit Sali Berishën, por kreu i Partisë Demokratike nuk u paraqit me argumentin se nuk ka marrë flet thirrje. Edhe pse pohojës është i hapur për t'u përgjigjur drejtësisë, Berisha tha se nuk ishte ndjekur procedura siç duhet të veprohet në këtë rast. Po ashtu, Berisha shpreh se për këtë çështje duhet të ketë një hetim më të gjerë, po sipas tij bllokohet nga kryeministri i vendit Edi Rama. Më herët kreu i Partisë Demokratike ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë urdhër në protestën ku mbetën të vrarë 4 protestues dhe se garda zbatoi ligjin. Thirrja e SPAK-ut e mbërritur në kuvend për Berishën nuk është tërhequr nga grupi i Partisë Demokratike. SPAK është informuar nga kuvendi se shkresa nuk është tërhequr. Kjo ishte thirrja e dytë e firmosur nga SPAK për ish-kryeministrin pasi e para e lëshuar me 3 nëntor ishte kthyer mbrapsht pa u hapur. Për këtë arsye SPAK lëshoi një fletëthirrje të re me datën 7 nëntor, këtë herë në të gjitha adresat zyrtare të Berishës. Por edhe kësaj radhe Berisha injoroi thirrjen dhe nuk u paraqit. Në rast se ai do të refuzojë për herë të tretë që të paraqitet për të marrë në pyetje për 21 janarin, SPAK ka të drejtë që të urdhërojë shoqërimin e tij me forca policie.